Po këto, se tash shikus me thonë, të këto lasere, të këtë smundje, çka duhet na me pas frikë, se s'ka intervenim pa pas edhe naj kundër efekt, mund të friksohen. Unë shpjegova pak mbikat shkurta se komplikimit për secilin laser, realisht, domethënë, po këto lasera, domethënë, mos them që i kanë largu komplikimet, se nuk mund të them ashtu, domethënë, po i kanë zvogluar në minimum të mundshëm realisht. Domethënë, minimum të mundshëm i kanë zvogluar komplikimet. Që domethënë ta krahasosh me një komplikim për një operimit është as nuk mund të krahasohen themi. Për arsye se lasera domethënë janë çaq preciz, çaq mirë janë të rregulluar në aspektin e punës tyre domethënë, dhe gjithmonë duhet të kesh kujdes të aplikosh kriteret që ti lejon çaj laser, domethënë. Nuk duhet çdo laseri ka ato parametrat e vet që duhet të shikojsh. Se si ato janë që na mos nalim tash për pacientët sa është diçka që vjen, çfarë forcë të. Unë mendoj që po informohen pacientët për veten, për problemet e veta. Se tash e kemi shumë mirë se gjithë ti realisht me vetëm e kam lexuar që to dhe është që kjo domethënë gjithsesi po, që kjo është punë e mirë. Po, edhe unë jam e lumtur që e ke sqaruar secilin sepse ata kur ndëgjojnë, marrin edhe informacione shtesë, sepse është shëndeti i tyre, sytë e tyre. Unë tham shumë herë që me krahasu, ndoshta nuk e di kur kemi qenë për herë të parë, para sa vite kemi qenë në emision këtu, që me krahasu njohuritë e pacientëve për atë deri tash janë në ekstrem. Unë ju rastisht e thash që oftalmologët në klinikë të ju, përveç që pajisjet janë inovative, ju gjithmonë jeni të përditësuar duke shkuar në trajnime të ndryshme, që me qenë sa më afër çdo inovacioni që është në botë edhe me qenë në klinikën e juaj. Jam menduar gjithsesi domethënë, që është bën vetëm 20 vite që punoj në klinikën gjermane syve. 21. Sepse realisht domethënë themi ashtu është bën një qendër që frekuentimi i pacientëve çaq i madh dhe njerëzit veç janë e dinë tash këtë punë që çdo gjë e re ose do të jetë të aplikohet në klinikën gjermane të syve. Ne përveç kësaj, na kemi pas, me kolegët e mi kemi pas një qasje ndryshe ndaj pacientit. E vërtet. Realisht kemi shpesh kemi ndodhur që kemi shpjeguar komplet smundjen e pacientit. Kur është pa që pacienti me të vërtetë ka pyetje, jemi përgjigj gjithmonë, domethënë që në mënyrë që të rritet kjo vedia rrezikimi popullatës domethënë në aspektin e sot. Kur është kur pacienti e din çka ka më bëj, çka kërkohet, çka. Unë thonë ndonjëherë lexo, edhe kur vish herën tjetër ta diskutojnë bashkë.